me Zelenskin në shtëpinë e Bardh, ku në një farë mënyrë Trumpi duke filorus. Tani Trumpi në një farë mënyrë po ndjek atë linjën konvencionale antiruse amerikane që sigurisht e sheh Rusinë në një farë mënyrë një kundërshtar dhe nuk e sheh Rusinë si një mik apo si një aleat. Kështu që është një zhvillim shumë pozitiv, është në një farë mënyrë një kthim në realitet i administratës Trump për të kuptuar që problemi i këtë konflikt nuk është Ukraina, nuk është Zelenski, por është presidenti Putin që nuk do paqe. Po, shqetësimet e presidentit Zelenski në lidhje me mekanizmat e OKB-s dhe me thyrjen e rendit ndërkombëtar në fakt, pra me mungesën e efektivitetit të rendit ndërkombëtar për të imponuar atë se çfarë konsiderohet e drejtë, po themi, si shef. Mendoj që Zelenski, duke qenë president i një vendi të pushtuar dhe një vendi që sigurisht përfiton në mënyrë të drejtë për drejtë nga rendi liberal, ai është një pozitë të tillë që e ka për detyrë një farë mënyrë si detyrë morale që të flas për rëndësinë e rendit liberal, për rëndësinë e vlerave që vendet e rendit liberal ndajnë me njëra tjetrën dhe në një farë mënyrë për respektimin e sovranitetit territorial të vendeve të vogla në raport me ambicet e vendeve të mëdha dhe sigurisht situata e Ukrainës këtë dikotominë e kujton shumë mirë sepse kemi një Ukrainë të vogël, edhe traumatosur për të vogël, e cila sigurisht po kërkon të mbrojë sovranitetin e vet territorial nga një agresor që është një fuqi bërthamore. Që thotë Zelenski, edhe pse është i gëzuar në një farë mënyrë me faktin që administrata Trump tani më është në krahun e tij, në një farë mënyrë sërish bën thirrje që nuk mjafton vetëm kjo, por duhet që nga ky rendi multipolar në cilin bota ndodhet tani, ne duhet të rikthehemi ke rendi liberal i asaj quhet rules based order, pra e rregullit të bazuar rregullit të bazuar në ligje ndërkombëtare. Roel, sa të shndruhesh me she tashmë dhe mbështetjen amerikane, por edhe europiane pra për Ukrainën, duke pasur parasysh këtu edhe koston e lartë që ka lufta? Shiko, ne kemi thënë që Europa është në një pikë të vështirë, qoftë në aspektin ekonomik. Banka Qendrore Europiane mos gaboj para 2-3 muaj dorëmi një raport e cili konkludoi që eurozona në një farë mënyrë arritet në 0% praktikisht para një stagnacion ekonomik. Ka një krizë energjetike në Europë, duke ditë që Europa bëri vetvrasje ekonomike duke dëgjuar klimateristët edhe duke tranzituar ekonominë e vet drejt të energjisë jeshile dhe duke e varur veten e vet për energji elektrike shumë nga vendet të cilat vijojnë dhe përdorin metoda tradicionale të prodhimit të energjisë siç është Rusia. Dhe kjo në një farë mënyrë ka vënë Europën në një pozitë shumë të vështirë. Nga ana tjetër kemi një administratë amerikane e cila gjithnjë më pak po kërkon të shpenzojë para në vende të tjera që nuk janë Amerika. Kështu që në këto dy paralele ne mund të konkludojmë që financimi i luftës në Ukrainë do vijojë të mbetet i vështirë, duke ditur që Europa është në një pozitë vështirë, Amerika nuk ka një farë mënyrë takat, nëse mund ta quajmë kështu, të vijojë shpenzoj para dhe të vijojë të përfshihet në aferat e vendeve të tjera. Dhe sigurisht që kjo e vështirëson situatën për Ukrainën, por nga ana tjetër, unë prapë jam i bindur që me vullnetin amerikan mund të bëhet çdo gjë. Dhe fakti që Trumpi ka ndryshuar mendim për çështjen e Ukrainës, mendoj që është një zhvillim shumë pozitiv që mund të ndryshojë në fakt edhe rrjedhën e financimit. Pra mund të bëjë që amerikanët të financojnë Ukrainën më shumë se sa çka kanë financuar deri tani. Gjithsesi në kuptimin e shitjes së armëve, pra ngelemi në këtë rast. Pra formati që shitjes së armëve, por edhe asistencës financiare. Mos kujtoj ligjit vogël fare, mos harrojmë që miliarderi Elon Musk para disa muajsh pati shprehur gatishmërinë e tij për të vajtur edhe për të përfshirë në mënyrë të drejtë për drejtë në planin e rindërtimit të Ukrainës. Pra ai me paratë e veta të rindërtonte Ukrainën. Okej. Mirë, dua të kalojmë pak tek këto zhvillime më të rëndësishme këtu në Shqipëri shumë shkurtimisht. Ruel, besoj ti e ke ndjekur çështjen e Veliajt, këtë sagën e gjatë që nga arrestimi tek akuzat, tek procesi gjyqësor dhe deklaratat e Ramës për shkarkimin dhe te procesi i shkarkimit dhe tek Manastirliu, pastaj si kandidate për Tiranën. Si e shet gjithën këtë sagë ndaj Veliajt? Një goditje e papritur apo një skenar i mirëmenduar? Jam kurioz. Një skenar i mirëmenduar, mendoj që Edi Rama fakt para ca vitesh pati shkruar një libër që Kurban, edhe kurbani politik i Edi Ramës është Erion Veliaj. Kjo nuk ka diskutim, e nisi karrierën politike si me lëvizje mjaft, u kthye shumë shpejt në një Benjamin politik të Edi Ramës, i preferuar i Edi Ramës dhe rival edhe me ministrin e brendshëm Samir Tahiri për të marrë partinë. Mbas Edi Rama të ikte nga pozicioni i kryeministrit, Veliaj normalisht me aksesin ke paraja publike, por dhe ke lidhjet që i dha Bashkia e Tiranës, u bëi fuqishëm, filloi të konkurronte Ramën dhe
normalisht në mënyrë paralele SPAK-u veproj. Kjo nuk do të thotë që SPAK-u kontrollohet nga Rama, por do të thotë që në një farë mënyrë Ajnes Tiangoni mund të ketë qenë vetë di Rama, ose mund të ketë qenë njerëz të afërt me zotin Rama. Pra është një luftë klanësh, sepse politika në një farë mënyrë e tillë është. Unë mendoj që karriera e zotit Veliaj ka marrë fund, ai nuk po e sulmon Ramën sepse ka akoma një shpresë që Rama mund ta në një farë mënyrë mund ta mbrojë, sepse nëse Veliaj sulmon Ramën në mënyrë të drejtë për drejtë, atëherë ka marrë fund çdo gjë. Karriera politike e Veliajt ka marrë fund, por në rast se Rama e mbron, ai mund të ketë një shpresë për të rikthyer si politikar karriere. Në aspektin juridik, kemi një shkarkim të zotit Veliaj nga Këshilli Bashkiak i Tiranës, në mos gabojnë ajo është firmosur nga kryeministri Rama. Rruga ligjore e dikton që zoti Veliaj këtë çështje ta çojë në gjykatë kushtetuese dhe deri në momentin kur gjykata kushtetuese dalë me një vendim, zoti Veliaj do të mbetet kryetar de jure i Bashkisë së Tiranës. Por me çka kam dëgjuar nga analistët, se unë vetë nuk jam as jurist dhe nuk marr vesh nga ajo fushë, por me çka kam dëgjuar dhe çka kam lexuar, ka një mënyrë në të cilën zonja Manestiliu mund të bëhet kryetari interime ose kryetari de facto e Bashkisë Tiranës. Kjo nëse njëri prej nënkretarëve aktual e emëron zonja Manestiliu si nënkretare e Bashkisë Tiranës dhe ajo automatikisht të bëhet kryetare deri në momentin kur gjykata kushtetuese të shpalli vendimin për zotin Veliaj. Kjo gjithmonë nëse zoti Veliaj e ndjek rrugën ligjore. Nëse zoti Veliaj e ndjek rrugën ligjore, do të kemi këtë skenar dhe nuk pritën zgjedhje. Nëse zoti Veliaj nuk e ndjek rrugën ligjore, atëherë do të kemi shumë shpejt zgjedhje të parakohshme për Bashkinë e Tiranës, por në njërin krah kemi zonjën Manestiliu nga Partia Socialiste dhe nga krau tjetër se dim kë kemi akoma. Nuk e dim kë kemi akoma nga krau tjetër dhe kjo është pyetja në fakt. Nga krau tjetër ka disa emra, edhe po të shohësh mediat, domethënë njërin po të shohësh televizionet, kë kanë nxjerrë nga PD-ja ditët e fundit, kemi zotin Telitin në një televizion, zotin Ali Mehmetin në një televizor tjetër, zotin Klevis Balliu, zotin Klevis Balliu, i cili edhe ai e shpalli kandidaturën e tij, i dyti në fakt, se Doran Teliti ishte i pari. Klevis Balliu i dyti, kemi zotin Jonathan Pano që ai po përmendet ndoshta për si një prej kandidaturave. Nga jashtë PD-s po përflitet për zonën e Dira Çapani, që mund të jetë ndoshta një figurë e shoqërisë civile që mund të shkojë përtet të majtës së djathtas në një farë mënyrë, atje edhe vetëm shpresoj opozita të mundësi të fitojë zgjedhjet, por ka goxha emra brenda dhe jashtë PD-s që mund të përfaqësojnë opozitën. Unë dua të them vetëm diçka që nëse do ketë një palë të tretë që do kandidojë, siç normalisht Lëvizja Bashk e Arlind Qori do të ketë kandidatin e vet jashtë opozitës zyrtare, zgjedhjet ka marrë fund. Partia Socialiste do të fitojë zgjedhjet, që e vetmja shpresë që ne të kemi një kryetar bashkie që nuk vjen nga Partia Socialiste do ishte sigurisht bashkimi i të gjithë faktorëve opozitar, pa përjashtim. Sigurisht që ne jemi në demokraci, partitë kanë drejtën të kandidojnë, por nëse bëjmë pak matematikë politike, kjo është vetja mënyrë që ne mos kemi kryetar bashkie të Tiranës si vjen nga Partia Socialiste. Qartë, Ruel, për ta mbyllur tashmë sepse jemi në fund, si e shet të ardhmen e qeverisjes vendore në Shqipëri pra mbas këtyre që kanë ndodhur në Tiranë dhe në Durrës? Qeverisja vendore në një farë mënyrë ka vite që është sidomos në këtë mazhorancë cila është në vlerësuar, domethënë ne kemi një fuqizim të qeverisë qendrore në kurisë të faktorit lokal. Mendoj që do vinë në dobësinë e sipër, domethënë fakti zoti Rama ka kërkuar dorëheqjen e shumë drejtorëve dhe nënkretarëve të bashkive, fakti që do kemi zgjedhje edhe në 4-5 bashki të tjera, dhe fakti që ka zëra shumë kredibël që flasin për ndryshime themelore kushtetuese, një parlament me 100 deputet apo 101 deputet dhe një dhomë tjetër që shtohet me 40 deputet për të bërë 140-shën, një konvertim, një kthim i Shqipërisë nga republikë parlamentare në republikë presidenciale, sigurisht që kjo do të ketë impakt